Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujori, të bëj një mesazh për ju dhe kjo është letra që është e taksur për ju sot të dashur ujor. Është mbreti i, më falni, është kalorosi i shkopive. Të dashur, kjo letër tregon për vendosmërinë, apo është një figurë zjartë, energjike dhe vendosur. Një letër që pasqyron personin që është gati për veprim. Dëshira juaj të dashur ujor për të ecur përpara shumë e fortë. Tani është koha për guxim, do të thotë të vazhdoni, se është letër me energji të zjarrit që pasqyron shpejtësinë. Pra nuk është koha për dyshime, po për guxim. Jeni në një fazë ku vizioni ose ideja që ju kërkohet për zbatim kërkon pasion dhe energji. Keni nevojë të besoni më shumë në instinktet e juaja apo në intuitën e juaj, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë drejtimin e saj. Ke një prirje për të vepruar shpejt, ndoshta ndonjëherë dhe pa plan të qartë. Pra ajo që mungon në strukturë kompenzohet me karizëm, zjarr dhe vendosmëri të dashur ujor. Pra, nëse është një dëshirë e madhe, por diçka po ju ndalon, thotë të mos frenoni veten nga frika e refuzimit ose dështimit, të mos e shpërdorojmë këtë energji të madhe në shumë drejtime, të fokusohemi në një qëllim të madh. Të mos luftojmë për të treguar kush jemi por për të bërë atë që të them është dëshirë të veproni dhe të lejoni që të flasin veprat, jo të flisni ju. Të përdorni karizmën dhe besimin si mjet për të hapur dyert të reja. Nuk e ardhur këtu për të pritur leje nga të tjerët, për të lërzuar, për të ndezur, për të ndriquar, por për të ndezur dritën e rrugës tënde me guximin që ke mbrënda. Mos prit leje të dashur ujor, është momenti juaj i yt për të vepruar. Zjarrin që ndjenë nuk është rastësi, është thirrje për lëvizje. Do thot, mos ke dyshime fare, vepro, mos prit të arsyetohesh apo të kuptojnë të tjerët, por vepro, nga që është kohë ideale për të realizuar atë që dëshironi të dashur ujor.